me një opozitë shumë të shëndetshme, shumë të fortë, të pa pasur gjithë ato historira që ne të tërë i kemi parë me sytë tanë. Patjetër që unë gjithmonë kam menduar dhe e kam thënë vazhdimisht edhe në përsuet televizive, edhe e besoj këtë që një opozitë e fortë gjithmonë i mban qeverit përgjegjëse. Se ti ke merak të bësh X gjë, Y gjë, në qoftë se njeriu që ti ke përballë është aty për të vëzhguar dhe për të mbajtur ty përgjegjës për gjitha veprimet e gabuara që ti bën. Për fatin e madh të Edi Ramës, kjo të paktën në këtë 4 vitet e fundit është një histori e tmerrshme demokracie, se pa diskutim kur ti shikon një opozitë që është kalafitur në gjendjen në të cilën ajo është, patjetër që mendon që ky është benefit që i takon pastaja që i shkon partisë që është në pushtet, Partia Socialiste. Po brenda partisë, po. Nga ana tjetër do thoja që edhe gjërat që kanë ndodhur, do me thënë nuk është vetëm çështje shkalafitje e opozitës, po mendoj që ka lidhje edhe me pjesën e reformave që kanë ndodhur. Do me thënë ti patjetër unë nuk shiko, ka njerëz që thonë që këtë procesin do e çonte përpara këtë pjesën e integrimit në Bashkimin Evropian. Do e çonte përpara dhe Partia Demokratike. Sa vërtet e beson që vërtet do e çonte përpara dhe Partia Demokratike? Sepse ne jemi në këtë vend, jetojmë prej të paktën në pjesën e demokracisë, këto vite të tranzicionit që janë 30 vite. Më thuaj sa herë ka ndodhur që të vinë në Tiranë gjithë liderat e Bashkimit Evropian. Para njëherë ka ndryshuar situata, e dyta edhe Partia Demokratike në qeverisinë e saj ka arritur gjëra të rëndësishme. Patjetër, ti e ndjen hyrja në NATO, liberalizimi i vizave. Patjetër, pa asnjë lloj diskutimi. Por ka kyçe janë këto, siç nesër Partia Socialiste do të numërojë arritjet e saj. Larg prej politikës. Ti vet e ndjen kurikën jashtë vendit edhe të pyesin nga je edhe merr komplimenta për vendin tënd? Ka ndodhur? Nuk më ka ndodhur. Nuk të ka ndodhur? Jo. Unë mendoj që kjo i ndodh vazhdimisht njerëzve. Mua personalisht ka ndodhur. ndodhur. Dhe kjo ndodh nga Partia Socialiste? Jo, nuk ndodh nga Partia Socialiste. Ndodh kur ti promovon një vend, kur ti bën një PR të mrekullueshëm të një vendi, kur nuk promovon mafian, drogën. Në mënyrë bazike kjo i takon evoluimit njerë. Si logjik. Unë mendoj që ne kemi pasur me kalimin e kohës, patjetër që nuk mendoj gjërat ndryshojnë, kushdo që të ishte minimalisht Ediona, më vjen shumë keq, po unë nuk mendoj që këto janë gjëra që bëhen kështu se erdhi koha, se erdhi 2025. Domethënë nuk e mendoj fare në këtë formë. Po pse mendoj që kur ti promovon në 91-shin ishim njësojnë siç ishim në 2005-ën për shembull. Nuk po e bëj krahasimin me kur vazhdonte qeverisja Partia Demokratike. Nuk po bëj krahasimin me 99-ën. Nuk po bëj as krahasime me vitet 90, po bëj krahasime me 2012-ën, 2013-ën, 2014-ën. Pra, 10 vite më përpara, është e sigurt që kur ti dili edhe udhtoje jashtë, kur do kishte një mundësi për të nxjerrë pasaportën, njerëzit e sjellshëm vetëm të hidhnin një vëzhgim, kishte të tjerë që masa e këtij populli nuk ka nevojë, ndoshta edhe për një kompliment në kontekstin që po e thua ti, ka nevojë për qeverisje të mirë, të brendshme, për gjërat që ndërlidhen me ta, edhe në format më bazike të mundshme, për shërbimet e brendshme. Dhe ti e di që në këtë qeverisje një nga pikat që evidentohet më së shumti në raportet ndërkombëtare mbetet korrupsioni në nivele shumë të larta për shembull. Unë ajo që po të shpjegoja ka lidhje me pjesën që në qoftë se është vetëm në dorën e njerëzve, kjo pjesa e evolimit edhe kjo pjesa e PR-it që është bërë turizmit në Shqipëri, dhe këtë e tregojnë shifrat, nuk e thot Irisi, ti arrin të kuptosh që këtu ka një ndryshim drastik. Dhe kjo nuk bëhet se rivjerën e këto e kemi pasur. Kemi pasur po këto male, po këto det, po këto lumenj, nuk është se ka ndryshuar në një gjë nga pikpamja e rivjerës. Shqipëria është ajo që ka qenë nga pikpamja gjeografike. Patjetër, unë mendoj që ka ndryshuar investimi kur ti e çon këtë vend drejt pjesës së turizmit. Patjetër që ka ndryshuar PR-i kur ti paguan dhe ke politikë qeveritare promovimin e turizmit në gazetat prestigjioze dhe mediat, outletet mediatike të botës që merren me pjesën e unë të evidentova raportet ndërkombëtare që nxin nga korrupsioni e krimi. Me këtë duhet merremi. Dhe me këtë sepse me diçka që mund të shkojë mirë, e marrim mirë që nuk merremi
duhet merremi me problemet, kam përshtypjen. Patjetër. Edhe unë mendoj që patjetër, domethënë një njeriu në Shqipëri, përveç se i duhet pjesa e PR-it pozitiv për Shqipërinë, patjetër i duhet që të ketë brenda shtëpisë edhe punët në rregull. Nuk them fare edhe nuk mendoj që raportet ku flitet për korrupsionin në Shqipëri janë të pavërteta, përkundër, jam një nga njerëzit që i lexoj me shumë vëmendje dhe mendoj që këto janë absolutisht pjesë e proceseve. Jo, flet dhe bilanci i goditjeve të drejtësisë. Tjetër pra ato po thoj, dhe më morë nga goja se ato do të toja. Njerëz që ti i ke nga e majta dhe që janë sot në brenda institucioneve penitenciare, tregon që korrupsion ka pasur, tregon që njerëzit sot kanë një proces për t'i shkuar deri në fund, janë aty ku janë për arsye të caktuara. Do të thënë, unë nuk po të as po ju justifikoj, as po them që këto raporte nuk janë të vërteta, përkundrazi. Edhe kjo është një nga gjërat që e mendoj që është një problem shumë i madh në Shqipëri, edhe që duhet të jetë një nga pikat kryesore ku duhet puntoj mandati i 4 i Po për ty personalisht, ka përgjegjësi qoftë dhe morale, se s'po flasim për penale, se përgjegjësia penale është individuale. Morale politike, një kryeministër sa kohë shumë eksponent rëndësishëm pranë tij ndodhen sot në qeli? Shiko, përgjegjësia politike patjetër që mbetet në përgjithësi me Partinë Socialiste, patjetër edhe me kryeministrin. Po unë nga ana tjetër mendoj që ti ke një balancë ku vë të mirat dhe të këqijat. Unë nuk mendoj që çdo gjë që ka bërë që është bërë këtu është gjëja më e mrekullueshme në botë edhe ajo që është bërë këtu s'është bërë në asnjë vend tjetër. Mendoj që e mira me të keqen shkojnë bashkë. Ne vetë si qenie individ që jemi, patjetër që kemi gjërat tona të mira, kemi gjërat tona të këqija. Unë personalisht nuk njoh ende një njeri që ka vetëm të mira edhe nuk i shoh asnjë gjë të keqe. Shumë të këqijat si bëhet. Dhe eksaktësisht kjo është gjëja që mendoj që për arsye që ne kemi një sistem absolutisht demokratik, ku ti e dënon irisin me vot dhe ty nuk të pëlqen irisi dhe shkon voton kundër irisit, ky është momenti që irisit hapi kraun edhe thot ajde Diona se tani mua njerëzit nuk më duan, ka ardhur momenti që ti jesh ti këtu. Në momentin kur mua njerëzit më votojnë, më thuaj një vend demokratik në Evropë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku njerëzit votojnë me shumicë për irisin. Ti beson në procesin e lirë të zgjedhjeve në vendin tonë? Për këtë po. S'ke pasur dyshime kur? Jo, dyshime për proceset zgjedhore në Shqipëri gjithmonë, po gjithmonë e më tepër mendoj që mundësia për të deformuar votën bëhet gjithmonë dhe më e vogël. S'mund të them, unë kam qenë. Ka një forma për të ndërhyrë, nuk po flas për nga ajo shablo ditën e votimit, Jo, ajo ka qenë një proces shumë i madh, kur ti merri votat nga një kuti dhe i hidhe ke kutia tjetër. Domethënë, për mua ajo ka qenë një nga proceset më të tmerrshme që u ndodhte. Në forma më të sofistikuara që e ndodhte demokracisë në vend. Fakti që ti tani e ke çdo gjë me kamera, ti ke të drejtë të kontrollosh dhe ta rikthesh gjithë procesin, se e ke të gjithin të regjistruar. Kur ti je në administratë ke frikë të humbësh vendin e punës, kur ti je pensionist dhe merr bonusin një muaj para zgjedhjeve, domethënë, a krijohen gjithë këto mekanizma që mekanizmat janë Diona që unë që jam punonjëse administratës publike, në qoftë se ma ka sjell në maj të hundës drejtoresha, drejtori, ministria, kur shkoj kutia e votimit, mbrapa asaj kutis, nuk ka asnjë njeri mundësi. Ka që mendohen dy herë, sepse me atë rrogë mund të mbahen dhe s'kan të ardhurat të tjera. Këtu liri mund ta kesh ti. Lirin e ka, mendoj unë, çdo njeri për sa kohë që procesi i votimit është i fshehtë. Domethënë, momentin që ne nuk lejojmë që ky votimi të bëhet, që ne të shkojmë 5 veta ke kutia e votimit, edhe unë të shoh se kë voton ti dhe ti shes se kë voton unë. Ose më saktë është e lidhur mirë edhe me lirinë financiare që ka çdo individ, kështu që liria financiare çfarë do të thënë? Që ky individi po voton, po voton kundër vetes vet. Ka të vetëm burim të ardhurash atë pag. Po nga e kuptoj unë që Diona nuk votoi mua. Si nga e kuptoj? Unë jam drejtoresha jote edhe ti më ke premtuar që do votosh për lirisin. Patronazhistët çfarë bëjnë? Kotërin? Mua kjo historia. Se i lavdron kryeministri mëngjes për mëngjes. Po, kjo historia më duket që në momentin që ti si ndryshojnë sistemet, si fitoi Partia Socialiste në 2013-ën. Nuk ishte të njëjtin sistem, nuk ishte të njëjtin presion ndaj administratës publike. Në fakt, kur njerëzve ju vjen shpirti majtundës, nuk pyesin fare, shkojnë dhe votojnë.
Vetëm kjo është një nga gjërat që duhet ja themi njerëzve, edhe për t'ia uhequr ato frikrat e vogla që mund të kenë. Po kur ti nuk e ke procesin të monitoruar, ti futesh aty dhe çfarë vendos ti me mendjen tënde, aty ke ajo kutia e votimit, është absolutisht vetëm ndërgjegja jote dhe ti, nuk mendoj më pasaj që ka drejtor, drejtoresh, ministër që mund të detyroj ty psiqikisht që të votosh për atë që do ai ose ajo. Beson për një fitore të pakontestueshme të Partisë Socialiste këtë herë? Jo, unë e them gjithmonë këtë që shoh këtë vit ndryshe nga gjithë vitet e tjera elektorale që ka shumë sondazhe. Domethënë përpara kanë qenë me gishtat e dorës sondazhet, 1 ose 2 kanë qenë në çdo fushat, kurse këtë radhë shoh të paktën 4 ose 5 sondazhe. Dhe kjo ti e shikon që gjitha sondazhet e tregojnë fituese Partinë Socialiste. Jo me një super disavantazh, po pa diskutim me një avantazh nga Partia Demokratike. Në fakt unë ajo që mendoj dhe që ju them, ka një faktorizim të rinjve referuar këtyre sondazheve. Jo, nuk ka vetëm faktorizim të rinjve, por ka edhe një faktorizim që është vota e diasporës, që është element tjetër që duhet marr patjetër. Po pra, prandaj po them, është një element tjetër surprizë që duhet ta marrim në konsiderat përveç pjesës sondazheve. Edhe unë fakt mendoj që sondazhet janë sondazhe, ato tregojnë se cili është perceptimi i njerëzve në një moment caktuar, se shumica e sondazheve janë kryer pa diskutim për dy javët e para të prillit ose tani në këto. Ju bëni sondazhe të brendshme në Partinë Socialiste? Patjetër që Partia Socialiste bën sondazhe të veta. A lidhen rezultatet e këtyre të fundit me deklaratat e kryeministrit që i kanë ndryshuar gjatë gjithë kohës? Fillimisht ishte për mazhorancë cilësuar, pastaj zbriti në numrin e mandateve dhe ka shkuar tek limiti 71. Janë deklarata që i bazohen në sondazhet e brendshme? Jo, mendoj që ka më tepër lidhje me pjesën, mendoj që ka lidhje më tepër me pjesën e motivimit, sepse ti ndërkohë duke takuar njerëz edhe duke matur pulsin e tyre, shikon që shumë njerëz të thonë, po mëse ju e keni të fituar. E kupton, dhe mua kjo ju e keni të fituar më tromb shumë, sepse mendoj që mund të jetë një masë kritike e njerëzve që mendojnë që ju e keni të fituar, nuk ju duhet vota ime.